Brenda një muaji, qeveria amerikane ka dhënë 3 shenja të forta politike kundër Edi Ramës. E para ishte refuzimi i Donald Trump për të takuar kryeministrin shqiptar në samitin e NATO-s në Hag, i zhvilluar në fund të qershorit, siç raportojnë burimet pranë Shtëpisë së Bardhë. Ishte shefja e kabinetit që refuzoi kërkesën e Richard Grenell për një foto me Ramën. Shenja e dytë është sankcionimi i një familjeje shqiptare nga departamenti i Thesarit, si kërcënim për sigurinë e SBA-s. Bëhet fjalë për Luftar Hysën, i cili është akuzuar si i lidhur me qarqet financiare të një prej karteleve meksikane të narkotrafikut, përkatësisht Sinaloas. Një person pas një fuqi politike apo edhe një familje e rëndësishme financiarisht nuk ka nevojë të shpallet publikisht nën sanksione. Një gjykatë amerikane apo VDA mund të operojë nominalisht, duke kryer procedurat e nevojshme për bllokuar pasuritë e çdo të dyshuari për narkotrafik. Publikimi i këtij vendimi të Departamentit Amerikan të Thesarit nuk u bë sepse Hysa është personazh politik apo armik publik i SBA-s, por sepse ai është një njeri i rëndësishëm për qeverinë e Edi Ramës. Jo vetëm e ka takuar, por ka marrëdhënie të tilla që DEA dhe qeveria amerikane i kanë zbuluar, marrëdhënie me rëndësi politike për Shqipërinë. Konkretisht, qeveria amerikane nuk ka goditur Luftar Hysën, por Edi Ramën, dhe duhet thënë se e ka goditur shumë fort, duke cilësuar një person të afërt me një narkotrafikant ose pastrues parash të narkotrafikut. Edhe pse jo në të njëjtin nivel, kjo masi ngjan cilësimit të presidentit të Venezuelës Nicolás Maduro si i lidhur me narkotrafikun. Kështu është cilësuar sot edhe Rama. Ka shumë gjasa dhe kështu duket se kjo mas ka ardhur nga lobimi i fortë i bërë nga Lësivita, që para 11 majit. Në këtë linjë janë edhe shkrimet e muajve të fundit në mediat pranë Magas dhe në disa media europiane. Megjithatë, jemi në një realitet që po përvijohet si standard politik i Washingtonit, i cili më pas u ndoq me lëvizjen e tretë që u bë publike dje. Zyrtari i lartë i dash Mark Fleming, kreu për Ballkanin gjatë vizitës në Tiranë, ka bojkotuar Edi Ramën. Ai ka takuar Niko Peleshin nga mazhoranca, ministren e brendshme Koçiu, ministrin e drejtësisë, ndërkohë takimin më të rëndësishëm e ka pasur në SPAK. Aty ka takuar jo vetëm Altin Dumanin, por edhe Klodian Brahon. Fleming ka takuar edhe Partinë Demokratike dhe atë me një ekip të gjerë: Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku, Belind Kolliçi, Ina Zhupa dhe Oert Bylykbashi. Nuk është takuar Sali Berisha. Zyrtari i lartë amerikan nuk ka shkelur në selin e PD-s, pasi takimi u zhvillua në ambasadën amerikane. Leximi është i thjeshtë. SBA po e trajton Edi Ramën njësoj si Sali Berishën. Zyrtarizimi i sanksionit duket vetëm çështje kohe.